Në këtë episod të Fantastic Albania shkova në Shkodër. Aty mësova se si të peshkoja me grep, zbulova se pse shkodranët i pëlqejnë kaq shumë bicikletat. Dhe a është e vërtet që me kanë shkodran tana i ban? Në fshatin Zogaj më pritën disa zonja që bënin qilima shumë të bukur. Normal që vizitova dhe Kalan dhe në fund shkova në zemrën e Shkodrës për të zbuluar të gjithë atmosferën e Krishtlindjeve. Ndiqeni tani. Njerëz të bukur, mirë se keni ardhur në episodin e 10 të Fantastic Albania. Ndodhem mbi lumin Buna, i cili buron nga liçeni i Shkodrës dhe derdhet në detin Adriatik. Është nga lumenjt më të shkurtër në Shqipëri, vetëm 44 kilometra, por sot nuk kam ardhur për Bunën, por kam ardhur për Shkodrën, për të vërtetuar nëse me kanë shkodran tanat i ban apo jo. Do të shkojmë në disa prej fshatrave përreth dhe në fund do të përfundojmë në zemrën e Shkodrës. Aventura nis tani. Ejani. Sa po arrita në Shirok, jam në qendrën e fshatit, duket pak si braktisur, të shohim nëse njerëzit nuk janë zgjuar akoma nga gjumi apo jo. Ejani. Qa peshku është kë? Ky është krep kinez, ky i vogli, kurse ai është krep shqiptar. Po nga do dhon shqiptari nga kinezi? Po më thonë se ky ka ardhur në 77 në Hedhërasat ka ardhur. Ka Hedhërasat tu. Kurse ky është autokton. Është autokton. Kush është më i miri, ky joni apo i kinezit? Joni, i kinezit ka ferri, joni, ky. Po shumë i madh që ka. Ky është kampion. Është e vërtet që ngjala të rëshkasin në duar? Mund ta pash proti. Jo. Nuk dua t'i bëj duar të pis që në nisje të episodit. Ua, foto! Pelikan? Pa është pelikan kaçorrel si Karavastas kjo? Ky është. Po jo, nuk e keni kaçorrel ju këtë. Kaçorrel. S'është kaçorrel ai. Ka vet kaçorrel, se është kaçorrel. Mos si ka bërë me thjastër. Edhe lishar se ti kanë me varka, s'ma kishte marrë mendja. Ngela. Nuk duhet me shty dikush. Ndërkohë që anash meje janë dy zonja, të cilat duke sikur janë për Terezit të tyre, kanë dalë për kafe, të shohim nëse do pranojnë që unë t'i ulem në kafe me to apo jo. Ju jetoni këtu? Na, Shkodërane, vini pim kafe për ditit të ndadje. Jetoni në Shkodër dhe vini e pini kafe në këtu? Në kam me bicikleta. Me bicikleta? Me bicikleta dhe në kam. Ua, sa bukur e pash rrugën këtu ishte bërë trotuari dhe ishte shumë e bukur. Shkodra është e bukur. Pa është e vërtet që me kanë shkodran tana i ban? Pa e normal tana i ban. Qa i bën ti për shembull, ditë të gatuash mirë? Shumë mirë, special. Ditë të këndosh? Ja. Si bëket tanat. Si bëket tanat. Kush mendon nga gjithë zipat që kanë dalë nga Shkodra, kush është ai që e përfaqëson më mirë Shkodrën? Kim ka pa ma jepi mëjmë. Luizelli për shembull? Pa me gjatë tan këngëtarë të kena të mirë. Ashtë të bashke ma Levale. Ile Hoxha, Valdete Hoxha, kompanie, Shqyria Luqe, Luqe ki këngëtarë pa thumë. Pa fund. Brezi Soqem. Është brezi soqëm Luizi. Me mesazh shumë mirë. Po Jul Dejda, ndjeni kërna? Paraj shumë e mirë. Zev Dejda. Nuk ka dallim tan Po qa, si i rrisni ju fëmijët që bëhen gjithë artist? Qa i ushqeni? Ka Shkodra ka ujin e Amel. Ujin e Amel? Uji Amel është sekreti? Se si ka mundësi që janë gjithë me biciklet? A keni lind me biciklet ju?
apo e keni mësuar rrugës? Afërsisht. Afërsisht, ë? Afërsisht. Kështu thonë. Shkodra ka lind me bicikleta. Si jeni njoh bashkë të dy me mbledhëri? Ha? Me mbledhëri jeni Pa, njoh? pa. Me A të mbledhëri. qelloj burri mirë? Shumë i mirë. A Super. është dashuria e njëjtë si vitet e para? Edhe më shumë. Edhe më shumë. Për sa kohë keni që të bëni të njëjtën shëtitje me bicikletë? Po, E bëni për ditë? ka vite. Po, këtë në qysh se kena dalë pension. E shijojmë. Po bicikleta është sekreti që të mbash veten në formë. Po, prandaj e bëjmë xhiron. Prandaj e bëni Prandaj e kështu. bëjmë xhiron. Super ambient edhe pamjen këtej nga liçeni. Super bukur. Nuk mund të ndosh asnjë. Asnjë. Si rrisni ju fëmijët që Shkodra nxjerr gjithë këta artista, ç'a i jepni për të ngrënë? Shkodra është e lindur në mortë. Është e lindur? Po. Nuk është e ushqyer? Shkodra quhet djepi i kulturës. Djepi i kulturës. Prandaj, është në ngen Është në gen, kjo ë? punë, po. Është në gen. O humorist, o këngëtar, O këngëtar. o muzikant. O aktor. O aktor. Të gjitha. Po këtë çanë. Pse më kivi është kjo? Pse kështu është kivi? U rrit ka në hardhi, si puna e rrushit. Një sekond tani se unë do e marr një. Këto janë kivi të bëra vetë. Kivi prej Shkodra. Është e vërtet që me kanë Shkodran tana i banë në këtë pikë. Po ju me qa ngrojeni në dimër këtej? Me shop. Sop Me drurin? dru po, kam drun ti të mrapa, ngram. Sa i rëndësishëm është për ty liçeni i Shkodrës? Del këtu çdo mëngjes dhe e shef. Liçeni i Shkodrës, për sa i përket kësaj zonës Shkodrës këto, është një Napoleon Arit, i thënë. Po kush më e pas? Pse nuk e meritojnë? Po, nuk investojnë. I tash kanë fillu me investu këtë rrugën me lidh me krajen, me Jugosllavi. Anënën, Malezi e që më tanë. Edhe, kanë ecë kja firma. Unë po të lë të lirë tani të vazhdosh punën se pas ke punë me derën. Shumë faleminderit që bëm pak muhabet bashkë. Unë bile edhe i këtë bile thash, të po më vjen polici. Ma ka prish. Ta prish dhe këtë? Ma ka prishe. Si e nëna? Gëzon, si quhesh ti? Sadete. Sadete, unë jam Fatosi, kam ardhur nga Tirana për të parë Shirokën. Je e para që më mirëpret në shtëpi. Si ma se shpirë presë. Sa e mirë. Ua, sa të bukur e pas ke shtëpinë, Sadete. Po, të bukur shumë. A, kush ta ka bërë shtëpinë ty? Quni. Quni? Po, po. Sa fëmijë ke ti? Kam 3 djemë një vajzë. 3 djem dhe një vajzë. Tani, me kë jeton këtu? Në këtë voglin. Me të voglin? Po. Po pse goni gjithmonë? Pse i vogli gjithmonë me pleqt? Se që shkojnë mas voglit. E po pse është ky rregulli jonë? Është rregull, është rregull. Shu është rregulli dhe ti e ke zbatuar. Po. Tani, a është e vërtet që me kanë Shkodran tana i ban? Tonë i ban. Qa ban ti për shembull? Unë bëj punë shpijet, me hangër. Tani breathing kush e vendosi, ti apo fëmijët? Është mija. A ju pëlqen atmosfera e Krishtlindjeve? A është Krishtlindjet festa juaj e preferuar? Po, për zotin. Ne jena musliman, si musliman, se katolik njëse lutna. 20 kena. 20 kena. Cilat janë në një traditë, çfarë bëni ju në prag të Krishtlindjeve ose vitit të ri? Si e festoni? Bëjmë baklav. Baklav? Po. Qa dojnë fëmija? Ti bën baklav vet? Ja, se më zoja, se dim. E bleni. Pra nuk i bakeni tanat. Ja. Vazhdon shpreja ime të vërtetot që nuk i bajnë tanat, e keni nxjerr kot atë për të mburrur atë shprehjen. Ka treja të i bojnë, po. Ta trejat, po. Cili është një urim që do jepje ti gjithë shqiptarëve për vitin e ri? Vitin e rish, në të jeti, inshallah bereqet. Po dashuri. Po dashuri, inshallah, za. Ta rinia, son. Si duhet ta gjejmë ne dashurinë në rinia? Nuk Me di, mbledhëri apo ta gjejmë veta, të bashkëtojmë? Qa dënë. Qa don? Ti nuk ndërhym fare. Ja, ta marrin. Shumë faleminderit në Sadete, je shumë e mirë. Shumë faleminderit që më mirëprite. Tani u përprita mendje thash me çaj rrisin këta fëmijë që dalin kështu të gjithë aktor, këngëtare, Ajri artistë. pastër i Shirokës. Ajri ndikon? Po, Po ajri. peshku i liçenit. Peshko,
Edhe peshku? Edhe peshku. Se me peshku kena rritë fëmit. Me peshku? Pra e gjetëm çelësin e suksesit të Shkodranëve është peshku. Peshku bio. Po pse thuhet që me kanë Shkodran tana i ban? Apo jeni edhe pak kështu, ju pëlqen vetja ju dhe Ja, jena njerëz thjesht shumë. Jeni të thjesht? Po, shumë njerëz thjesht, mirë të priton, dasha mirë të mirë. Do më presësh pak më tregosh pak shtëpinë? Porma. Nuk kena komunitet shtëpijet, jena thjesht. Jeni të thjesht? Jena E janë. njerëz thjesht. Tana kusë shumë mondane, shumë Shkodrane. Thjesht, njerëz thjesht. Të thjesht, por të bukur. Thjesht, Pra të nuk kena- gjithë e kanë pak shpirtin e artistit brenda vetes. Po. E vërtet. Cili është një mesazh që ti Zana do i thoje gjithë shqiptarëve për vitin e ri tani, një urim? Gëzuar festat e një vit sa më i marë. A beson ti që ekziston babagjyshi i vitit të ri? Sa di, që më të thonë. Se unë një muslimane. Një pikë pyetje. Po babagjyshi është i vitit të ri, nuk është i Krishtlindjeve më duket. kuptoj, babagjyshi. Apo ne shqiptarë gjithmonë i ngatrojmë. I ngatrojmë, Ne i kemi ngatrojmë, bërë një. njerëz Pa marketin tuaj dhe ne në çdo vend ku kemi vajt në Shqipëri kemi vajt e marketi i lagjes për të parë një fletore të borxheve. Ju keni një fletore të Sa tillë? dush. Po s'paske ty ti dy fleta paske? Sa kanë ikë pa i hynë e çpa? Sa ka qenë shuma më e madhe që kanë marrë? 20-10 lekë. S'ka kanë shumë se. Çfarë dua unë këtu, po thoni ju, dhe pse po hidhem? Sepse kjo është vila e Zogut. Dhe normal që unë duhet ta vizitoj se s'bën dhe ta shoh nga afër si është. Hajde. Presim pak sekonda derisa të hidhet dhe kameramani. Wow, super madhështore. Nuk mund ta imagjinoj se si duhet ishte të zgjoheshe këtu dhe të shikoje gjithë këtë pamë. Sepse thuhet që mbreti Zog e ka pas këtë si vendbanimin e tij të pushimeve verore. Normal, kush nuk do donte të bënte pushime verore në këtë super vilë, me këtë super pamje. Unë mundova të hiqesha sigurisht mbreti Zog për të kuptuar se çfarë ndjente ai në atë kohë që jetonte në këtë vilë madhështore, me këtë pamje fantastike, ose siç them unë, fatostike, por tani më ka ngel dhe një gjë tjetër pa bërë. Të mësoj si të peshkoj, kështu që shkojmë. Ti e ideale që ishte të shtëpia? Qa po bën këtu? Po, gjo peshk. Po do mësosh mua pak se zihet peshku? Po, hajde me këtë kalamin tjetër se kemi gati. Ky është kallami. Prit një sekond, ngrije pak, ky është peshku? Jo, është imitues. Është imitues. Pra ne s'kapim gjë këtu, është fake. S'ka gjë se dhe televizioni fake është. Ma e po vishë. Po, Mbahet me një gisht? a ko e gjunë, Aha. e lë shaj. Shi. Po? Ma vënë të heka më shash. E tërhek. Peshku më mënë sa është peshk i vogël, edhe shka ne e hanë, për mu shy. Të ri që tani ta hedhun prap. Jemi gati për të nisur peshkimin. Edhe kjo është hera parë që unë peshkoj, si çdo herë tjetër e parë që kam bërë në këtë program. Po vjen. E shoh që është afër. Më duket kam kapur një super peshk të madh. Ja, nuk doli me rezultat. Ti je i lumtur që jeton këtu, në Shirok?
Është bukur këtu? Mami bukur. Është vendi bukur. Qa do të bësh ti kur të rritesh? Se di. Mos më thuaj peshkatar. Ja peshkatare. Peshkatar jo? Shumë faleminderit që më mësove peshkimin. Edhe peshkimin e mësova, disa njerëz i takova, s'po vazhdoj më të bëj rim, por po vazhdoj të shkoj në fshatin në vijim. Shiko, edhe kur dua të mos bëj rim, unë bëj rim. Do shkojmë në Zogaj, sepse në Shirok mbaroj aventura. Shkojmë! Tani më thanë që këtu është një bujtin qelimash dhe bëjnë zonja qelima të ndryshme. Ua, qa ka ndodh? Ka shti drute gjata, këta. Pra qa po ndodh këtu? Mori ty, me erdha unë dhe mori ty? Si jeni? Si po kaloni? Se erë, po jo, a mërdhit. Ne u lodhëm pak nga rruga. Zoga është në kufi, me malin e zi. Po, Zogaj në kufinin me malin e zi, por aty shoh flamurin unë, Shqipëri. Nuk i keni humbur traditat. Asnjëherë. Si është të bësh qelim? Është e vështirë. Vështirë sa është gjithçka me llogaritje, me mend, me ashtu, nuk është që është art? Punën këtu, art është. Shihe punën këtu, asnjë model nuk është një saj. Gjithë e cili den dhe mendjen një vet. Dhe me bo kështu korniz. A është e vërtet që me kanë Shkodran tana i ban? Mos e vërtet. Tani! Mos e vërtet. Unë kam shkuar paka shumë tek njerëzit që kam takuar dhe ato shumë kanë thënë. Pastaj kam thënë unë, a dini të këndoni? Po si marë. Hajde, pra mirja këngës. Ja, në të mund mas mban. Se? Ja me grip. Je me grip? Po duhet vërtetosh pra që i bën tanat. Ja, për me kënu, ja. Me kërcy? Hajde për raste Për familjare. raste familjare? Tani ju të treja si shkoni me njëra tjetrën? Shumë mirë si familje, sa da të konsultohne për çdo gjë këto në qëllim. Po ndonjë problem në punë, lind me njëra tjetrën, keni pas ndonjëherë debate? Ja, më të rënda. Ja, po hekim po dhe nuk në del konsultim. Nuk është i bukur i kë, hiqe. Jo s'du me hek, nuk i shkan. Mu Ta. pëlqen, këso si pëlqen. Aja thët se e ki vu, nështë edhe aja Pse e ke vo? Kush vendos në fund? Se të më pëlqen mu, si ja kërkan, ja, si ja kërkan, Ne punojmë me kërkesa. Klienti. po ama, ndorë tonë, vem na. Tani unë një shprehje që thonë shkodranët nuk e kam kuptuar. Ta marshat, çfarë të merrni? Ta marsha, është si me... keqe Ja, atina në ja, ta fjallën. marsha, na Shkodër, se unë për Shkodër e tja, është si me ta fru, si me ta dhonë me shpirt atë fjallën e bukur. Ta Që marsha hajde. fjallë, po, ta marsha. Hajde me ta marsha. Ta marsha, është si me ta fru. Si janë vajzat për Shkodrë? Si po duke mund që punoj këtu? Yll bote. Përgjithsi kanë rutana, si për Shkodër se... Si është breziri? Nuk e dojnë zanatin? Ja. Ti ke vetë fëmi? 2 djemë, si punoj. 2 djem. Djem As mos më shkojnë mane se nusja vjen në mi E bërë. vjen një to. Që unë e kam vojzën, as vojza jeme nuk e dan. As vajza jote, po je munduar ti t'ja Nuk e fusësh do. në gjak? Në shumë me shkollën, nuk ka po se ka kry edhe jo shkollën e nuk ka po se. Nuk ka me qef ma zani. Vetëm që e kam transmetuar fëmijëve. Vërtet? Pa tjetër, të dyja vajza, vajza madhe po në ala, dhe me thanë këtë zenat, vajza tjetër, pavarësisht se kanë bo shkollët edhe ata, për arsime kanë bo, dhe me thanë, për mësusi, pa mo ti 3 fëmijë, se kam 2 vajza i djallë, po një kam mësu zenatën, se kam lënë pas zenat, se i thoshe që di si vjen jetë. Dhe një pyetje e fundit, pse dalin shumë artistë nga Shkodra, me çaj rrisni Jo, fëmijët ju? Me qau, që të na vine me hangër, Po pse lindin nga shumë Sepse artista? janë humor, shkodrant janë edhe humor. Shkollën janë ardosh, s'mar e dojnë artin. E doni artin, Se ha? lull na këto të putna, në qojre po full në i fjallë, me fulle me Shumë me qesh. batuta, shkodronit i dërpit batuta. Nes në bën kjo mundi gjo. Nes në bën gjo. Si ju a heq kur atë pasionin për batutën, për të qeshurën dhe për të argëtuar? Ne jetojmë bure ujë, dhe me thonë, liqe e malë. Pa mo kush punan, edhe në majtë mali tjetër. Sa të bukur. Qa? Lloj ngjyrash. Po,
Këte gjonët e vogla ty në mesave të shme i bodi. Vajza vajz. Dhe më thanë, se vajza po, banë këshu rrugica, po vajza vajz. Besa ditë të bëj? Po, ja ka Seriozisht? Ja kam su vajza jeme. Ua, sa vjetë që e ka bërë ajo këta? Pa e këta 12 vjeqe. 12 vjeçë dhe ka bërë shëllim. 13 po banë po. Ua, sa bukur kur vazhdoni dhe i trashëgoni traditat. A njerëzve të mi, dhe më thënë, ja vazhdaj se thamë një ditë dhe talojnë dhe ata ta kenë pak të Po, mendje. është një gjë shumë e mirë që ju e Kam pas bëni. dëshirën me jetu i to, edhe kam thy menën qa me bo, me bo një punë për me Për me jetu i zhvillu, to. po. Për me jetu i to se isha vendosën me jetu këtë në zonë. Pëlqet e qyteti, so le rritja mi to dhe me bo diqa për zogën, e kam një ton grati, kam su me inisiativin të eme, vetëm për me punu me majtë të rritën gjallë, se kam pas 15 gra, po vajzat janë martu, disa gra kanë dalë në pension, kena me 5. Duhet të vini në Zogaj që ta shikoni vetë nga afër bukurinë e këtij fshati kaq të vogël. Ky është lëng trëndafili. Po, që e bëjmë vetë dhe pim vetë. E bëni vetë dhe e vini vetë. Po i mbledhim, i mjellim trëndafilet, ta pas ta fat janë kështu me aromë, se ka trëndafile shumë, po janë pa aromë. Pa aromë, ky është me aromë. Tradicional. Gëzuar, mirë se ju gjeta, dhe një vit sa më i mbarë se po afron 2026. Inshallah. Sa i mirë. E kene tradita, e përdorim. Pa i qëllimi atje, më zyrë synë. Ashtë qëllimi që kam qunë pa, që si kam martu të shkëtërë të Sovjetë dhe... Këtë që pajën? Tonë së është martua si vajzë pa qëllim, edhe prap disa... As një vajzë nuk është martuar pa qëllim. Si është jetosh këtu? Të parajs mu. Parajs? Parajs. Të zjosh çdo ditë me këtë pamje të mrekullueshme të liçenit? Bukur shumë. Me kanë Shkodran, a i ban tanat? Tona, gjëvo vu. Që faleminderit, pafshim. Siç mund ta patë edhe nga pamjet filmike, fshati Zogaj është një fshat goxha i vogël, i cili është në kufi me malin e zi. Njerëzit këtu merren kryesisht me peshkim, siç e patë edhe zonjat që merreshin me qëllima, dhe duket sikur jeta ka ndaluar. Pra nuk ka një zhvillim të madh, ndonse zhvillimi më të madh e ka në ver kur vinë edhe turistat. Por ne tani duhet të shkojmë të nxitojmë sepse na pret kalaja e Shkodrës, kështu që shkojmë. Fantastike kalaja e Shkodrës ose e Rozafës, siç njihet ndryshe. Për legjendën që besoj shumica jush e din që ishin 3 vëllezër të cilët donin të ndërtonin një kala në Kodër shumë afër Shkodrës, mirë po ndërtonin ditën, natën ju prishej dhe kërkuan ndihmën në një plaku të urtë, i cili i tha duhet bërë patjetër një sakrificë. Duhet bërë një sakrificë që kalaja të mos shkatërrohet natën. Dhe duhet që njëra prej grave tuaja duhet të sakrifikohet. Dhe thanë, ajo që do silli bukur nesër, do jetë ajo që do sakrifikohet, dhe u betuan që s'do ja tregonin grave të tyre. Mirë, po fjalën e majti vetëm vllai i vogël. 2 të tjerët ja thanë grave respektive që s'duhet të vinin atë ditë të sillnin bukën, dhe gruaja në fjalë ishte Rozafa, e cila u sakrifikua, dhe Rozafa kishte vetëm një kërkesë. Kur të më muroni, më lini jashtë, një sy që të shoh djalin, një gjë që ta ushqej atë, një dorë që ta përkëdhel dhe një këmbë që të tund djepin. Dhe që prej atëherë kalaja e Shkodrës qëndron stoike si ky guri këtu.
Dielli perëndoi dhe nata po vjen dhe dritat e Krishtlindjeve po ndizen, kështu që jam gati tani të shkoj në qendër të Shkodrës për të parë se si është atmosfera e Krishtlindjeve aty. Shkoj. Melfi, i cili jam dërguar posaçërisht nga Andale për të dhuruar dashuri dhe gëzim. Gëzuar Krishtlindjet. Gëzuar. Zonjë gëzuar Krishtlindjet. A është e vërtet që ju bëni jetë artisti? Dashur me diftu drejtën, 81 vjeça jam. Je si yll një herë? Edhe kam qef këngë qysh popullore, muzikë, tonat i di. I di, ha? I di edhe i knaj. Hapo më merr më një këngë, ne kanë çfarë ditit. Si e gati sot, nuk e bër vokalica. Një urim që do jap për gjithë shqiptarëve për këtë vit. Për këtë vit shnet e marsi, inshallah. Po dashuria apo s'ka gjë dashuria? Dashuria në rrollë parë. Edhe aja shneti me dashurinë, pos pat mirë kopti me dashni sa gjë. Se të ojtë mirë. A ekziston baba gjyshi shpytja ime? Ekziston natësh për ne, nuk ekziston. Po për ju? Një mesazh që do të jap për gjithë shqiptarëve për vitin e ri. Për vitin ta kalojnë mirë, gëzuar. A ekziston baba gjyshi? Harmoninë me gjithë njerëzve të ketë harmoni. Po baba gjyshi ekziston? A ekziston baba gjyshi? Ja, shumë pak. Shumë pak? E ka deka, plak. E ka deka? Gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri! Merry Christmas and Happy New Year! Happy New Year! Kemi gjithë ditën sot Shkodër, po e gdhim këtu. Shkodra është mrekulli. Është vend që nuk do ta ndroja më si vend tjetër. Po pse, çfarë ka? E kam provu, është vendi jon. Lum kush është në vend vet dhe është i kënaqur. A ekziston baba gjyshi i vitit të ri? Ekziston fantazmën e fëminisë tonë dhe vazhdon edhe sot prandaj. Gjëra bukur me ekzistu me kanë gjithmonë fëmijë. Thellë unë mendoj që baba gjyshi është bujar Qamili, të paktën për shkodranët. Ishte ky mami. Kush jam unë? Fatosi. Eca ty, toke. Qa do i kërkos ti baba gjyshit për këtë vit? Një make-up. Një make-up? Po. Ka që vogël ti me make-up të jullë bote? I kam gjarë Kristallit. Bravo, shumë mirë. Vetëm se Kristalli mos të bë. Të përqafoj pak? Po, fatin. Si e? Se të nxjerrësh. Jo, të nxjerr kështu. Jo, mos më nxjerr. Pa fytyrë. Bën meme. Po nuk të bën me ti hyll. Tani më thua një urim që do ja për gjithë shqiptarëve. Asgjë. Asgjë? Pse i kanë shqiptarët? Unë ju rejton. Jo rentan? Po ju shkodran ta i bani tana? Po të sa tam jo rejtë tanë. Shiko, duhet të shpëndajmë dashuri se është fest, jo rejtja. I bëj? Këtë do më shumë ti në gjithë botën? Ti, bro. Shumë faleminderit, gëzuar, unë të uroj sa më shumë dashuri në shpirtin tënd të vockël. Paci. Baba gjysh o baba gjysh. Shumica thonë që ti nuk ekziston, por unë e di që thellë, po shumë thellë brenda zemrës tonë, ti je aty dhe çdo vit ti na thua çfarë kemi bërë mirë, çfarë kemi bërë keq. Dhe ndonjëherë na sjell në dhuratë kur ke lek, kështu që thank you for that. Po e takoj si shtakojnë shqiptarët të gjithë parepisin. Ky ishte edhe rrugtimi im në Shkodër, kemi ndenjur nga mëngjesi deri në darkë si në asnjë qytet tjetër. Unë them hajde vizitojeni Shkodrën për festa, sepse është shumë e bukur. Dhe deri në episodin e radhës, unë ju them që të shpërndani sa më shumë dashuri, sidomos në këtë periudhë festash, dhe mos harroni që ndonjëherë lumturia gjendet në gjëra të vogla. Pafshim. ¡Ándale!